që ajo është gjithmonë sistematikisht në mes të një sherri, edhe kur nuk i drejtohet direkt asaj, nuk nominohet ajo, është aty në pritje që apo them unë me Donaldin dhe më fal. Ronaldo dhe direkt ndërhyn për të dhënë ajo opinionin e vet. Kjo nuk e bën për mirë, sepse njeriu stopon, dëgjon dhe pastaj kap ato piketat që duhet. Unë besoj që ajo do jetë finaliste. Unë besoj që Gerta do jetë finaliste, por që ka për të përsosur, dhe nëse do mundet t'i çonim një sinjal brenda, ishte tamam kjo, që ta ruante veten sepse po harxhon energji për asgjë. Nuk mund të jesh i kudo gjendur në sherr. Ose Gerta, okay, energji për asgjë, nuk mund të ketë drejt. Çfarë vleti ose s'do përballje. Jo, ajo ka marrë vëmendjen. Jo, se do se mu drejtua mua se më le të themi gjëra të hapur. Rozana për shkak të eksperiencës, Rozana për shkak të eksperiencës dhe networkut ka pasur gjatë gjithë Big Brother, po dhe këtë javë një lobim shumë të madh nga një pjesë e madhe e showbizit shqiptar. Gerta nuk e ka pasur këto dhe realisht përkundrazi e kam penalizuar. Atëherë, të lutem, unë mendoj që edhe Olta besoj bie dakord këtu që Olta Gixhari me influencën e saj që ka të madhe dhe shumë e pëlqyeshëm pas Big Brotherit, mendoj që mund të bënte një fushat shumë të fortë për ta kalon për finale zemra. Po nuk kuptohet ditën e fundit. Ishte thjesht, e kalon për finale, sepse e di që ajo do të finaliste. Kjo ishte përballje shumë e rëndësishme dhe nuk mund të lihen gjëra për momentin e fundit. Mendoj që një fushat të fortë, ne kemi parë personazhe publik që kanë bërë fushat për banor aty pa pasur një lidhje farefisnore dhe mendoj që kjo gjëra mund ta kishte ndihmuar shumë Gertën. Por sa kaq nga ana tjetër është e rëndësishme të themi publikut që ose më saktësi e pa shumë brom, Gerta me këtë humbjen ka fituar një empati shumë të madhe ndaj publikut. Kjo është e rëndësishme për të thënë. Sepse e kam parë si viktimë të sondazhi, shtëpia filloi ta intimidonte, gjesti po i thoshte ti duhet dalësh, sepse rri më këtu. Pra për ta intimiduar Gertën. Dhe është po e rëndësishme gjithashtu të themi që ka ndodhur që kush shpallet finalisti i parë Big Brother VIP e fiton Big Brotherin, por ka ndodhur edhe vjet që fituesi finalisti i parë Big Brother u rendit në vendin e tretë. Kështu që por nuk është e thënë që finalisti i parë do jetë fituesi. Jo, për ta qartësuar për publikun. Rozanën nga Maldi prap nuk mora një përgjigje atë të zetën e brenda Gertës, nuk e kuptova sepse gjithë nuk e ka, nuk mund të jetë e errët ashtu siç duan ta shohin, vetëm se ajo është mes të çdo sherri. Po nuk është e errët, por mua Gerta është shumë e bardhë. Sherret do ndodhin atë shtëpi sepse nuk i shmangen dot sherreve. Sepse përfaqësor dhe shohin vetëm sherrin. Rozana ka filluar me ngjyrje zëri dhe është akoma 3 muaj me ngjyrje zëri nga të uluritura dhe nga sherret, më fal. E kupton? Po dhe Gerta e merr veten shpejt është shumë e bardhë. Një pyetje, ti je ngjashëm me Rozanën se theqën e përdor. Ngjashëm. Jo, të ngjashmit të ngjashmit pëlqen, të kundërtit tërhiqen. Po dhe shikoj, dhe ne me qenë ngjashëm me Rozanën. Jo, më nuk as me Gertën. Kisha unë ato talente, tek është shumë show girl po. Do këmbëtare e mirë. Gerta ka shumë vlera si femër normale. Gertës ai vlente të dinte në këtë pikë kush fitonte mes saj dhe Rozanës, sepse ajo e zgjodhi këtë përballjen. Banorët brenda janë si të A ishte një autogol ky? No. Jo, nuk e shoh, okay. Banorët brenda shtëpisë janë si të mbyturit që përpiqen të kapin dhe fjen e kashtës për të mbrojtur që të mos zhyten më thellë. Gerta ka bërë një sprov shumë të madhe, e ka lartësuar veten me sfidën që ka bërë. Unë e mendoj kështu. Po njëkohësisht ka lartësuar dhe Rozanën. T'japim Cezarit që është e Cezari. Në fakt, unë nuk e mendoj në këtë lloj ritmi. Ta mbaroj lutem shqipe. Po. Domethënë përveç se vetes ka lartësuar dhe Rozanën. Domethënë në një farë mënyrë, ajo ndryshe nga gjithë banorët që e minimizuan rolin e Rozanës, e lartësoi dhe i tha, "Okej, ti je e denjë për mua." Nga krau tjetër, të themi me zot lart, ka një fije arrogancë edhe në atë që thot Rozi nga krau tjetër që nuk e kam problem sfidën me e pasa se kishte problem. Jo, po, kështu u tha, ato e tha. Pra, nuk të llogaris fare si lojtare dhe gjë që brenda thuaj gjëra dhe pastaj shohim që janë në drega darga pa fund. Dakor, mendoj që ka minimizoj figurën e Gertës. E Gertës Uzbedisi dhe më fal ta mbaroj Ronaldo. Unë në fakt e pash dhe me hyrjen e Gertës në shtëpi që ishte keq, nuk është se nuk ishte, se e tregonte fytyra saj pavarësisht se ajo qeshte. Mendoj që bëri gabimin më të madh, domethënë që u ballafaqua me Rozanën, sepse vërtet ajo thoshte që unë jam në shkallë të parë gjesti, pastaj vjen ti dhe kur vjen përfundimi te nominimi fiton Rozana. Dhe është e njëjta gjë
siç bëri Juli me Eglën vitin e kaluar. Unë mendoj që ishte një autogol për Gertën. Mua Rozana nuk më ka pëlqyer në lojë në fillim. Rozana nuk më ka pëlqyer në lojë në fillim. Më pas më ka pëlqyer duke qenë se Rozana filloi me vërtet të luajë dhe kjo ka nisur besoj nga muaji i dytë. Çfarë lojë ka bërë Rozana? Rozana ka bërë lojën e manipulimit, që është bravo. Po shumë bukur. Shumë mirë, sepse quhet në momentin që ti je në lojë, ti mund të luash dhe pisët. Unë jam pro lojës pisët, unë jam pro manipulimit, unë jam pro mashtrimit, unë jam pro gjërave. Dhe ky shembulli që nga shoqëria shqiptare. Këto po thua, ky është fituesi. Këto po pa i bër dëm askujt, pa i bër dëm askujt patjetër. Mesazhin që nëse ne flasim për mashtrimin dhe mësonin Gerta, populizmo. Gerta jo populizëm me alkool gjestit, të cilin e çojnë në spital, ne mund ta marrim edhe këtë. Gerta, duke qenë se Ula çdo javë lajm me shampanjë dhe kishin momentin e analizës së garonin të lutem se kur kemi festa lajme me sarmëshatit aman të lutem edhe pak të reminacion kam ndryshuar ide duke qenë se i shikoj lojtarët, qoh lojën, analizoj, nuk mendoj që Arbri, besoj, e ka pasur këtë pjesën e lartësisë Rozanës apo Neda Tauli. Unë mendoj që ata analizojnë lojën sipas mënyrës tyre. Ashtu siç unë e ndryshoj mendimin sipas mënyrës së lojës së banorëve. Pra, ti shikon se çfarë ata bëjnë, në qoftë se ti e mendon të duhur një lëvizje që ata bëjnë, për mua është shumë e bukur si lojë. Atëherë, kjo, opinionistët i vendosin tjetër kurse që na kanë vendosur ne. Julde Daviet kur mori avantazhin për të parë kush qëndronte më lart në publik, ai apo në ato sondazh dilte Juldeda me përqindje epse të ulë, po dilte më lart. A mund të thonim ne atë periudhë që ishte një autogol? Jo, ne thoshim bravo sepse ky kuptoi që është më lart. Por në fund fare fitoi Eglaceno. Kështu që ky Big Brother ndryshon perceptimin në publik nga momenti në moment. Një edicion ka qenë ai që publiku ka menduar njësoj nga fillimi deri në fund. Kështu që banorët nuk mund t'i kenë të sigurta këto vajtjen në finale i pari. Unë e them edhe një herë, siç e tha Mandi, fuqia dhe guximi i Gertës për të përballur me kundërshtarin e saj më të fortë e ka lartësuar atë në publik si një guximtare dhe besoj që do vazhdojë tillë sepse gara nuk ka mbaruar. Unë më tepër mendoj që është demoralizuar në këtë. Flasim pak edhe për avantazhin e Rozanës për të zgjedhur finalistin e dytë që do shpallet, kështu që që zgjodhi Eglin me Laertin. Si e sheh ti? Unë mendoj që okej, se kjo për finalistin e dytë është, po mendoja që nëse Rozana donte t'i bënte një nder dhe një sigurim në finalistin të dytë Laertit, mendoj që duhet kishte zgjedhur një lojtar më të dobët.